Faleminderit për pyetjen. Për sa i përket procesit të rivlerësimit, në fakt procesi ka një ecuri shumë të mirë dhe vetë vlera tregon që ka një interes për sa i përket qytetarëve për të blerë apo për të shitur pronat e tyre, duke përfituar edhe nga norma e reduktuar që ofron ky proces. Fakti që vetëm për 4 muaj kemi realizuar, po themi, të ardhura aq sa që realizuan për gjatë gjithë vitit 2026, tregon në fakt që ka një interes dhe që procesi po ecën në rrugën e dur, që ka prona të cilat duan të, po themi, kalojnë nga një pronar tek një pronar tjetër dhe besoj që do jetë një nga proceset më të mira që kemi pasur edhe nga proceset e shkuara të rivlerësimit. Vetë shifrat e tregojnë këtë, kështu që nuk shohim që ka një ngecje për sa i përket tregut imobiliar në Shqipëri, të paktën nga transaksionet që po ndodhin. Për sa i përket vlerës prej 6 miliard lekë që ju referuat për investime, në fakt kjo është një vlerë që ishte alokuar Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe lidhet pjesa dërmuese me një fond pra prej 3 deri në 3.5 miliard lekë që do t'i kalojë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, po që do jetë në funksion të pushtetit vendor, nëpërmjet një operatori që do të krijohet dhe ky operator do të mundsojë nëpërmjet pajisjeve dhe makinerive që të ofrojë në nivele, pra në bashkitë, shërbime të caktuara, qoftë për sa i përket transportit urban, qoftë për sa i përket nevojave në aspektin e mjeteve të rënda për punime që mund të kryen në pushtetin vendor, për pastrimin e kanalizimeve dhe të ujitjeve e kështu me radhë. Pra pjesa më e madhe e këtij fondi do të kalojë dhe do të jetë në funksion të pushtetit vendor, i cili do të menaxhohet nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Faleminderit.